ofertën e kam pranu, pra me kushtet që ata mi kanë ofru. Tashmë shpresoj që kam fillu me punu si një ndërshep, pra me pagesë, edhe më pastaj në muajin korrik ose gusht startoj tamam me konë një punëtor Instagram. Kam e punu pra me bë analizat ndryshme, raporte ndryshme në regionet ku i takojmë këtu në Europë. Më i thamë lirisht më së pari pjesën e Ballkanit, edhe pra nuk mendoj që është një punë shumë e vështirë për mendimin tim, pra kam një vullnet shumë të madh, edhe e bëj shumë me qejf, pra shpresoj që do të jetë diçka një arritje shumë e madhe. Punët që ma kanë ofru fillimisht kam startu këto, ka pas ofertë që me vazhdu me ardha atje, do më thonë me shku në jashtë vendit, ama deri me tani, që me thonë, diçka më avëllishme ka paraqit kjo që është me startu me punu prej Kosove, pra me vazhdu dhe studimin këtu në Vitra. Kom provu, kom testu sa ndryshme edhe vazhdoj që jo vetëm me Instagram, po në qoftë se ka dhe kompani tjera, se jo me tentu në kompani tjera me zinë kabinë. Shumë studime ndryshme që shumë ligjërat që kemi ndjek këto, kam pas bëj me sigurit ndryshme, cilat më kanë bëhu mu që me konë shumë maj vetëdijshëm këto gjëra, disa gjëra që i kom ditë, ama jo diçka saktësisht që me konë shumë i sigurt në ato, pra po i thamë që do bëtë më kanë ndihmu për këto gjëra.